Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, gjithhamdi falenderimet dhe lavdia e plotit të kanë të madhit Allah fuqi plot, shumë salat dhe selame çdo herë dhe pandaj dërgojmë më të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ju miqtë të nderuar, kudo që gjindeni dhe jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen e Allahut fuqi plot, po takohemi sërish edhe në një takim të ri në këtë cikël të takimeve tona me thellësitë e kaptinës An'am, me mësimet dhe dobit shumë të mëdha të kësaj sure të jashtëzakonshme nga Kur'ani famlart, mësime e dobi nga kaptina An'am. Sot me lejen e Allahut do të shoqërohemi me ajetet e radhës, duke fillu nga ajeti 50 deri tek ajeti 54 nga kaptina An'am. E kemi titullu këtë takim tonin drita e besimit dhe errësira e mohimit. Sigurisht se të gjitha këto tituj i gjejmë në brendin, në fjalët e këtyre vargjeve dhe ajeteve të kaptinës An'am. Nuk ka asnjë dilemë se besimi i drejtë, imani në Allahun një te baraka wa taala është nur, është dritë, nga se kjo dritë vjen pikrisht nga drita e të Madhit Zot, dhe një prej emrave të bukur të Allahut është an-nur. Drita e Allahut është absolute. Po ashtu, kjo dritë e besimit vjen prej dritës së fuqishme të Kur'anit, që Allahu te baraka wa taala nëpërmjet Muhammedit ton të dashur alayhi salatu wassalam, i cili ishte njeriu më ngjendritur, e ndriçoi dhe i ofroi dritën mbar botës, duke largu shumë errësira, madje errësira të cilat ishin të shtresuara pikrisht sikurse ato rreth e zeza. Kur ne ndonjëherë kemi ndonjë mot të ligë dhe jemi të mbuluar nga rreth e zeza dhe errësohet çdo gjë, ashtu ka qenë gjendja dhe mirimi i madh para se të vijë Kur'ani dhe para se ta zgjedh e ta dërgoj Allahu Muhammedin a.s. Bota dhe njerëzimi jetonte i kapluar gjithandej nga lloj-lloj errësira të cilat ishin të shtresuara jashtëzakonisht shumë. Prandaj erdhi drita e fuqishme e Kur'anit, drita e Muhammedit a.s. për ta ndriçu mbar botën dhe njerëzimin dhe për t'i shpor e për t'i largu e për t'i shkatru përgjithmonë këto rreth të zeza. Të dashurit e mi, besimi është dritë, imani është dritë, udhëzimi është dritë, Kur'ani është dritë, avdesi është dritë, namazi është dritë e kështu me radhë. Mohimi dhe kufri është errësirë, largimi nga Zoti i Madhreshëm është errësirë, të ecësh edhe të jetosh jo në rrugën e Zotit është gjithmonë vuajtje, mjerim dhe errësirë. Me hum dhe me shit shpirtin, po ashtu është errësirë, është mundim, është mjerim, është vujtje, është trishtim. Prandaj, Allahu te baraka wa taala shumë herë në Kur'anin famlart na flet për këtë dritë, por edhe na paralajmëron për këto errësira, të cilat janë shumë me pasoja dhe janë shumë të rrezikshme. Të dashurit e mi, këto ajete nga ajeti 51 deri tek ajeti 54, që pas pak do t'i lexojmë, na tregojnë dallimin e madh që është mes besimtarit dhe jo besimtarit. Dhe po ashtu këto ajete na tregojnë mënyrën se si Allahu te baraka wa taala e udhëzon atë njeri i cili është i sinqert dhe është serioz në kërkimin e të vërtetës, si dhe e lën pa udhëzim dhe e lën në humbje e mjerim ai i cili nuk është i sinqert, ai i cili nuk është serioz dhe ai i cili fare nuk e kërkon të vërtetën dhe nuk është i interesuar për të vërtetën. Prandaj,
Dallimi mes njeriu të gjallë me zemër dhe njeriu të vdekur shpirtërisht është jashtëzakonisht dallim i madh. Një nga mendjendriturit e kohës tonë, një nga hoxhallarët e mëdhaj të kohës tonë, Muhammed Ratib Nabulsi, Allahu i dhasht shëndet e jetë të gjatë, duke folur dhe duke shpjegu dallimin mes besimtarit dhe jo besimtarit, dallimin mes njeriu të gjallë me zemër dhe njeriu të vdekur shpirtërisht, thot, besimtari është i gjallë me zemër, me ndërgjegje, me shpirt, ai jeton me dritën e Allahut. Edhe një herë, doktor Nabulsi thot kështu: besimtari i vërtet është i gjallë me zemrën e tij, me ndërgjegjen e tij, me shpirtin e tij dhe ai jeton gjithnjë me dritën e Allahut. Ndërsa jo besimtari është si trup i vdekur, nuk sheh, nuk dëgjon, nuk reflekton, edhe pse ai në mesin e njerëzve të gjallë fizikisht është njëri prej tyre. Në mesin e njerëzve të gjallë fizikisht është një prej tyre. Por realisht, ky njeri, sipas koncepteve të Kuranit, është një trup i vdekur. Dhe si rjedhoj që është një trup i vdekur, ky edhe nuk sheh, edhe nuk dëgjon dhe nuk reflekton, pikërisht sikurse në emisionin e kaluar, kur e filluam me ajetin 46, kur Allahu te baraka wa taala bën atë pyetjen e madhe, thua ju atyre o Muhammed, ata që janë me trupa të vdekur, thua ju, nëse Allahu a merr shiqimin, dëgjimin dhe vulos zemrat tuaja, kush pos Zotit një, juve ato u rikthen? Prandaj të dashur të mi, ky është dallimi mes besimtarit dhe jo besimtarit. Prandaj, para se me lexu ajetin 51, dua me dy fjali ta përmbledhi dallimin mes besimtarit dhe jo besimtarit, apo dallimin mes dritës së besimit dhe errësirës së mohimit. Besimtari ka dritë me të cilën dritë ai ecë me të, ndërsa jo besimtari ecë në errësirë të plotë. Ky është dallimi mes këtyre dy personave. Allahu te baraka wa taala në ajetin 51 nga kapitulli An'am thot: Bismillahir-Rahmanir-Rahim, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' la'allahum yattaqun. Thot Allahu fuqi plot, paralajmëroj dhe çortoj ti, o Muhammed, nëpërmjet Kur'anit dhe me Kur'anin, gjithë ata të cilët po frigohen se nesër do të ngjallen para Zotit të tyre. Le ta dinë ata që po paraqiten sikur të verbërt përballë të vërtetave të Kur'anit. Gjithë ata të cilët po shtiren kinse janë të shordhërt dhe nuk po i dëgjojnë thirrjet e Kur'anit. Gjithë ata të cilët nuk dëshirojnë të reflektojnë dhe të ndalen, të mendojnë rreth argumenteve të Zotit të Madhërisëm që janë gjithandej në planetet tona, në kosmosin ton, në gjithësinë ton, sillen në mënyrë të paarsyeshme. Le ta dinë se nesër këta kur do të dalin para Zotit të Madhërisëm dhe gjithë do të dalim, le ta dinë se të tillëve nuk do t'ju ndihmon nesër para madhërisë Zotit askush, as nuk do të kenë mik, as nuk do të kenë ndërmjetësues që dikush do të ndërmjetësoj për gjendjen dhe statusin e tyre, për mjerimin që ata i ka kaplu. Paralajmëroj, la'allahum yattaqun, nëse ata dëshirojnë edhe një herë të ndalen dhe në mënyrë të arsyeshme, të mendojnë e të meditojnë, të reflektojnë përballë gjithë këtyre fakteve dhe argumenteve Zotit Madhërisëm,
ndoshta ata e gjejnë arsyn dhe ndërgjegjen e duhur e kthehen në rrugën e Zotit të Madhreshëm. Të dashur të mi, ky ajet na tregon se njerëzit në kuptimin e përgjithshëm janë dy lloje. Ata të cilët i pranojnë paralajmërimet dhe qortimet nga i Madhi Zot te baraka wa taala, dhe ata të cilët nuk dëshirojnë t'i pranojnë, madje edhe nuk dëshirojnë ta çajnë kokën e tyre, nga se këta janë njerëz të cilët janë të mbyllur në veten e tyre, jo se nuk ka prova, fakte e dëshmi, por thjesht nuk duan të besojnë. Edhe një herë, ju lutem, kjo është më rëndësi, ta përsërit edhe një herë. Allahu te baraka wa taala nëpërmjet këtij ajeti dhe ajetet e ngjashme kemi edhe në kaptina tjera në Kur'an, na tregojnë se përballë paralajmërimeve për të cilat Allahu na paralajmëron, njerëzit janë në dy grupe. Ata të cilët i pranojnë paralajmërimet e Allahut, druhen dhe reflektojnë, si dhe ata të tjerë të cilët nuk dëshirojnë me i pranu paralajmërimet nga Zoti i tyre, ata kanë vendosur jetojnë të mbyllur në vetveten e tyre, jo pse nuk ka prova, fakte dhe dëshmi, por thjesht nuk dëshirojnë të besojnë. Faktet, provat, dëshmit, argumentet për të vërtetën e madhe janë gjithandej neve, duke filluar nga vetvetja jonë, nga ajo se si Allahu neve na krijoi në formën më të mirë, nga mirësitë dhe dhuntit që ne disponohemi me to, duke filluar nga shqisat e pamurit, e të dëgjuarit, e të folurit, e të prekurit, e të shijuarit, e sa dhunti e mirësi që ne i kemi në disponim e kënaqemi me to, duke u kënaq me të mirat që gjithandej Zoti i ka kriju për ne. Por ja që krejt këto janë të pamjaftueshme për ata të cilët kanë vendosur të jetojnë të mbyllur në vetveten e tyre dhe të mos reflektojnë dhe janë trupa, janë thjesht trupa të vdekur të cilët nuk dëshirojnë të reflektojnë përballë të vërtetës. Të dashurit e mi, ky ajet po ashtu na mëson edhe për një çështje tjetër që është shumë e rëndësishme, e ajo është se ai njeri i cili e kërkon të vërtetën dhe është i sinqert në kërkimin e tij, sigurisht se gjithsesi do ta gjenë dhe do ta takon të vërtetën. Ndërsa ai i cili nuk është i interesuar dhe nuk është i sinqert dhe nuk e kërkon të vërtetën, sigurisht se i tilli do të mbetet i humbur dhe i lajthitur. Njeriu i sinqert me disa pyetje shumë të thjeshta ka mundësi që ta gjej dhe të ecë në rrugën e vërtetës. Dhe dietarët e Islam herët ne i kanë mësuar këto pyetje kaq të thjeshta. Nëse njeriu ndalet dhe i bën vetës së tij disa pyetje. Prej nga erdha unë në këtë botë? Si erdha unë në këtë botë? Pse jam unë këtu në këtë botë? Çfarë dëshiron Zoti nga unë e çfarë dëshiroj unë nga Zoti im? Cili është përfundimi im? Çka pas përfundimit tim? Në momentin kur përmbyllet dhe përfundon jeta në këtë botë, çka tutje? Këto janë vetëm disa pyetje kaq të thjeshta, e që për gjitha këto pyetje njerëzit mund të kenë lloj-lloj përgjigje, por përgjigjet e vërteta janë shumë të thjeshta dhe Allahu te baraka wa taala i ka dërguar të gjithë të dërguarit e Zotit, në fund edhe të dërguarin ton Muhammedin alayhis salam me Kur'anin, që përballë këtyre pyetjeve ne të kemi përgjigje shumë të qarta, të pa komplikume, të cilat përgjigje do të jenë manual për jetën tonë dhe gjatë jetës tonë. Prandaj, ai njeri i cili ka dëshirë, është i sinqert
dhe është serioz dhe i vendosur, duke kërku udhëzimin dhe rrugën e vërtet, do ta gjen dhe Allahu te baraka ve taala nuk e lën këtë njeri pat dhe duar bosh. Dhe shpirtin e tij nuk e lën të trishtuar e të trazuar, nuk e lën që shpirti i tij të zhytet në mjerim e trishtim. Ndërsa ai i cili kërkon epshin, knatësitë e kësaj bote, interesat e kësaj bote, krenarin personale, egoja e tij e ndihmuar e mbështetur nga ignoranca, nuk e lën atë që ai të hapet, të dëgjoj, të sheh, të reflektoj, i tilli asnjëherë nuk do ta gjen dritën kur dhe asnjëherë. Kështu na mësojnë dobit dhe urtësit që dietarët e Islam i kanë nënvizuar nga ajeti 51 i kapitullit An'am. Tani në vazhdim kemi ajetin 52, ku Allahu te baraka ve taala thot: "Wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha ma 'alayka min hisabihim." Etash, ky ajeti 52 është këtu brenda këtij ajeti, Allahu te baraka ve taala e këshillon dhe e paralajmëron pejgamberin ton Muhamedit alayhis salam që të mos e bëj një veprim që elita dhe paria e idhujtarëve të Mekës kërkonin nga pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam kur i thriste banorët e Mekës, të gjithë pa përjashtim, dhe kur pejgamberi sa provonte me disa që ishin elit në mesin e banorëve të Mekës, me qëllim që pejgamberi të bashkëbisedonte me ta, dhe ai ua transmetonte dhe ua kumtonte thirrjen dhe Kur'anin, me qëllim se ata kanë ndikim në vendin dhe në shoqërinë ku jetojnë, nga ta doli një kërkesë e çuditshme, kur ata i kërkuan pejgamberit ton alayhis salatu wassalam që besimtarët që e rrethonin pejgamberin alayhis salam ai ti dëbon. Nga sa ata thonin, pas teje po vinë vetëm njerëz të vobekt, njerëz të thjesht, njerëz të dopt e pa autoritet, ne jemi elit, ne jemi njerëz të pasur, ne jemi njerëz me ndikim në shoqëri, ne nuk mund të vim dhe të bëmi bashk me këtë kategori të njerëzve. Dhe Allahu dhul Xhelal i tha pejgamberit alayhis salam, ti nuk ke të drejtë me i dëbu ata të cilët me ngjezë mbrëmje, me përkushtim e devotshmëri e frikë respekt i drejtohen Zotit të tyre. Do të thotë, edhe pse ata nuk janë elit, edhe pse ata nuk janë të fuqishëm, edhe pse ata nuk janë të pasur, por ata janë të sinqert, e janë të përkushtuar në besimin e tyre, e këta kërkesën që e kanë nga megalomania dhe arroganca e tyre, nga mendjemallësia e tyre, është një kërkesë e cila nuk qëndron. Dhe në esencë është vetëm një alibi, është vetëm një arsye e thatë e tyre që ata mos mu përgjigj para teje, se në fakt ata nuk kanë qëllim të sinqert në kërkesën e tyre. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi gjithmonë dhe çdo herë, edhe të varfërit, edhe ata të cilët ishin të pafuqishëm, edhe ata të cilët nuk ishin autoritativ, të gjithë pejgamberi sa pa përjashtim i afroi dhe i edukoi, nga se Kur'ani e mësoi pejgamberin alayhis salam. Dhe pejgamberi vazhdoi me këtë edukat mbi shokët e tij dhe provoi tërë shoqërinë e tij të edukoj mbi frymën se vlera e vërtet e njeriut nuk matet me pasuri e me pozit, por vlera e njeriut vlerësohet me devotshmërinë e atij njeriut përballë Zotit të Madhreshëm. Dhe kjo është ajo peshorja e Kur'anit, që Kur'ani neve na mëson se
si duhet t'i vlerësojmë ne të tjerët. Ne këtu po e bëjmë një pushim të shkurt dhe do të kthehemi më një herë duke vazhduar me ajetet vijuese inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të nderuar, me lejen e Allahut po vazhdojmë me pjesën e mbetur nga takimi ynë. Jemi duke folur sot për dritën e besimit dhe errësirën e mohimit. E shpjeguam që në fillim se drita e besimit të drejtë në Zotin një te baraka wa taala është jashtëzakonisht e fuqishme, ndërsa ata të cilët vendosin të jetojnë të mbyllur, të mos shohin e të mos dëgjojnë, dhe të mos reflektojnë asnjëherë përballë argumenteve, provave, dëshmive, ata kanë zgjedhur që të jetojnë në errësirë dhe nuk janë të interesuar fare ta kërkojnë dritën e udhëzimit. Ajeti 53 i kaptinës An'am, Allahu te baraka wa taala thot: "Wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu a ha'ula'i manna Allahu 'alayhim min baynina alaysa Allahu bi'a'lam bish-shakirin." E tani, ajeti 53 tregon një ligj prej ligjeve të Allahut te baraka wa taala në jetën tonë këtë botë, se Allahu fuqi plot disa njerëz i sprovon për dallim prej disa të tjerëve, dhe sprova, do thot, ajeti në mëson disa gjëra shumë rëndësi. E para është se Allahu te baraka wa taala njerëzit i begaton me dhunti qysh Allahu te baraka wa taala dëshiron. Secilit Allahu dhul xhelal i dhuron mirësi e begati sa ati i bin tamam dhe sa ati i duhen dhe sa janë adekuate për personin e caktuar. Ne shumë herë gjatë jetës tonë edhe mund të jemi të pakënaqur përballë mirësive e të mirave që i gëzojmë, nga se dëshirojmë më shumë. Por Kurani famlar na mëson se Allahu te baraka wa taala çdo njeriu i cakton dhe i dhuron mirësi e begati, dhunti, të cilat janë adekuate për të, për jetën e tij, për familjen e tij, për ardhmërinë e tij, për ahiretin e tij. Dhe në këtë ndarje të tillë të fateve, të dhuntive, të riskut, duhet të jemi të bindur si musliman. Ne edhe mund të mos pajtohemi për këtë lloj ndarje, por në fund realiteti mbetet atë që Allahu e ka caktuar për secilin prej neve. Tani, ky ajet po ashtu na dhuron edhe na mëson një çështje tjetër shumë e rëndësishme. E që forca, pasuria, ana materiale nuk është ajo që ne çdo herë duhet ta kemi a priori që ne mbështetemi dhe i vlerësojmë të tjerët nëpërmjet këtyre primateve. Asnjëherë. Aktualiteti, historia e njerëzimit në përgjithësi na shpjegon se njerëzit pikërisht këto gjëra për fat të keq i admirojnë. Njerëzit janë të mahnitur drejt pasurisë, ca të tjerë drejt pozitës, ca të tjerë drejt pushtetit, ca të tjerë drejt sukseseve të ndryshme. Por gjithë ky admirim, por mos të thonë disa i adhurojnë këto gjëra. Dikush këtë, dikush atë, këta në fund harojnë dhe vetë mashtrohen se gjitha këto në këtë botë janë me afat kalimtar.
janë të përkohshme. Nga se pikërisht historia njerëzore, historia e njerëzimit, historia botërore, edhe sot na tregon se cilin do grup të njerëzve që mund ta marrim nga cili do tabor, cili do lloj. Ata që kanë admiru dhe janë mahnit mas pasurisë, mas famës, mas pushtetit, gjithë kanë përfundu. Gjithë janë sot në librat e historisë, por është më rëndësi si janë të regjistruar në librat e historisë. A kanë përfundu me dignitet e me faqe të bardhë, apo kanë përfundu për fat të keq në mjerim në jetën e kësaj bote, ndërsa në botën tjetër, në ahiret, është krejt një kapitull tjetër. Prandaj, këtu tani neve na del një mësim tjetër, pikërisht sikurse përfundon ajeti 53, elejsa Allahu bi a'lama bish-shakirin, a nuk është Allahu ai më i dituri i cili din se kush është mirënjohës e falendrues ndaj Allahut e kush jo? Dhe këtu tani vim tek një mësim shumë i rëndësishëm që na mëson ajeti dhe Kurani, e që ka të bëjë me ditën e llogarisë dhe besimin në ditën e gjykimit. Do të thotë, besimtari i udhëzuar me dritën e besimit beson në botën tjetër, beson fuqishëm me plot bindje në ditën e gjykimit dhe në ditën e llogarisë, si dhe beson gjithsesi në mëshirën dhe faljen e të madhit Allah te baraka wa taala. Prandaj, mundësit në jetën e kësaj bote, e mundësit janë sprova. Pasuria është sprovë, nga se thonë ulemaja, sprova o dy lloje. Sprova në atë që Allahu nuk të ka dhënë, po ashtu sprovë është në atë që Allahu të ka dhënë. Nuk është sprovë vetëm ajo pjesë e njerëzve që Allahu ju ka jap të mira, të kufizuara, apo pak të mira. Më sprovë e madhe është te kjo pjesa tjetër ku Allahu u ka dhënë një pjesë të njerëzve shumë të mira. Do të thotë, edhe sprovë është kur Allahu nuk të jep, por edhe sprovë është kur Allahu të jep. Është sprovë kur Allahu nuk të jep asgjë, nga se këtu testohet, e sfidohet edhe imani, edhe durimi, edhe shumë gjërat e tjera. Sikurse që është sprovë kur Allahu të dhuron, si ti atë e shpenzon, a je falenderus dhe mirënjohës e shumë aspekte tjera që i përmban pikërisht ajeti për cilën më herët biseduam. Prandaj, po vim tani tek ajeti 54, ku Allahu te baraka wa taala thot: "Wa idha jaa alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina." Në kur vin tek ti ata të cilët i besojnë argumenteve dhe fjalëve të Zotit Dhul Xhelal, thujo atyre paqja dhe siguria e Allahut qoftë mbi ju. Kataba rabbukum ala nafsi ar-rahma, është ai Allahu e cili i bëri vetes së tij parim mëshirën. Ennehu man amila minkum su'an, është ai Allahu që ka caktuar se kush prej juve bën një vepër të keqe nga padija. Thumma taba min ba'dihi, e pastaj ai gjen forcën e pendohet mas asaj vepre të ligë që ka bë. O aslaha, dhe jo vetëm që pendohet, por edhe bën punë të mira. Fa innehu ghafurur rahim, atëherë dijeni se Allahu është falës dhe Allahu është mëshirues. Tani, të dashurët e mi, me lejoni të analizoj pjesën e parë të ajetit 54 të kaptinës An'am. Pjesa e parë e ajetit tregon vlerën e dijes dhe të punës sipas koncepteve të Kur'anit.
Kurani na mëson se Allahu Dhul Xhelal dijen e ka ngrit në gradë shumë të lartë. Po ashtu edhe punën e dobishme, si dhe frikë respektin dhe devotshmërinë ndaj Allahut te baraka wa taala. Prandaj ajeti tha, dhe kur ata vinë dhe kur te ti vinë ata të cilët i besojnë argumenteve tona, thuaj ju atyre, selamun aleikum, paqja, mirësia dhe begatitë e Zotit qofshin mbi ju. Pastaj, kjo na tregon edhe një çështje tjetër, se besimi i cili është dritë dhe dhuron dritën, respektivisht besimtari i ndritur dhe besimtari i vërtet është edhe i qetë, edhe i lumtur, edhe i mbrojtur, edhe i sigurt gjatë jetës së tij, nga se besimtari në vazhdimsi nga Zoti i tij, nga Allahu te baraka ve taala, kërkon qetësinë e lumturinë shpirtërore, kërkon mbrojtjen e Zotit të tij, nuk friksohet asnjëherë nga e ardhmja e tij, nuk e shqetëson parimisht dynjaja dhe të mirat e kësaj dynjaje, është në paqe me veten e tij, mundohet të reflektoj paqe e dashuri, mirësi, e lumturi, harmoni, e njerëzillok në familje dhe rrethin e tij. Gjitha këto mundohet me i përcjell në shoqërinë dhe me ata të cilët ai jeton. Prandaj ky është mësimi dhe koncepti që na dhuron Kurani dhe drita e Kuranit te baraka wa taala nga Allahu Dhul Xhelal. Prandaj Allahu Dhul Xhelal i vlerëson gjitha këto. Pastaj vazhdon ajeti, thot Allahu Dhul Xhelal i bëri obligim si parim vetes së tij mëshirën. Allahu Dhul Xhelal ka bë mëshirën e tij të pakufishme ndaj neve obligim. Allahu Akbar. Allahu fuqiplot, krijuesi ynë, mëshirën e tij të pakufishme, Allahu e ka bë detyrim për ne. Do të thonë Allahu e ka obligu vetveten e tij që neve të na trajtoj me mëshirën e tij. Prandaj Allahu nuk ka nevojë të bëj kontrat, po themi me këtë gjuhën e kohës tonë, me njerëzit, por ai mëshirën e tij e ka bë detyrim për vetveten e tij dhe ai nëpërmjet mëshirës së tij neve na solli në jetën e kësaj bote, na bëri dhurat jetën në këtë botë, e pastaj gjitha mirësitë e begatitë tjera vinë rrjedhimisht si mëshirë nga mëshira e madhe e Zotit ton te baraka wa taala. Do të thotë Allahu Dhul Xhelal asnjëherë asnjë rob nga robrit e tij nuk e dëmton. Allahu Dhul Xhelal dëshiron që çdo rob i tij të jetë i udhëzuar, çdo njeri të shpëtojë, çdo njeri të pastrohet, çdo njerin të mëshiron. Allahu Dhul Xhelal mëshirën e tij e shpërfaq ndaj krijesave të tij në forma e mënyra të ndryshme. Allahu Dhul Xhelal mëshirën e tij e shpërfaq kur robërve të tij të dashur u dhuron shëndet, qetësi, lumturi, fëmijë, suksese, pendim pas gabimit, si ishte ajeti, dhe kur ata bëjnë ndonjë të keqe nga padia, më njëherë pendohen dhe pastaj përmisohen. Do të thotë, prej mëshirës së Allahut është pendimi. Prej mëshirës së Allahut është se Allahu pranon faljen nga ne. Dhe pikërisht edhe sprovat e jetës janë pjesë e udhëzimit, dhe nga mëshira e Allahut është se Allahu neve na sprovon në jetën e kësaj bote që ne të këndellemi, që ne të ngritemi pasi jemi rrëzuar, që ne të zgjohemi pasi ishim të përgjumur. Në fund, dëshiroj të bëj një përmbledhje. Ai që ka zemër të pastërt, ai që është i sinqert, edhe në momentin kur Allahu e sprovon,
ai sprovën e sheh si një pastrim, si një ripërtrirje shpirtërore, si një moment i artë që të afrohemi edhe më pranë Allahut, si dhe një ngritje në grada të larta. Ndërsa ata të cilët jetojnë në errësirë, kemi thënë në fillim, as nuk shohin, as nuk dëgjojnë, e as nuk reflektojnë, dhe si rjedhoj e gjithë kësaj vazhdojnë të jetojnë në errësira dhe të pa udhëzuar. Elus Allahun e Madh Dhul Xhelal që besimin e drejt imanin të bëj stoli e zbukurim për zemra dhe gjoksat tonë, të na shtoj udhëzimin në rrugën e tij të drejtë, të na shtoj zellin e dëshirën e dashurinë për punë të mira, e të mbara, e fisnike, derisa të fitojmë kënaqësinë dhe razinë e Allahut, të na jep vetdijen dhe ndërgjegjen e dur që të largohemi prej punëve të liga e të këqija, inshallah taala. Të gjithë ju miqtë e mi të dashur, qofshit në kujdesin dhe në mbrojtjen e të Madhit Allah, kudo që jeni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.